Në këtë pjesë të dytë për ta nisur më njëherë me të gjithë debatin që koncerti Kanye West dhe ai fond prej 4.2 apo 4.3 milion eurosh la pas. Është paralajmëruar një hetim penal për kryeministin Rama, për zotin Gonxha, ka pasur shumë diskutime sipas cilave edhe nga politika, sipas cilave Rama shkeli kushtetutën, duke levruar më njëherë këtë fond të vënë në dispozicion për koncertin, pa e kaluar në parlament. Ky është debat politik që nesër do të ndiqet edhe nga drejtësia me depozitimin e kallëzimit nga Partia Demokratike, por debati ishte edhe përtej politikës. Ne diskutojmë sot me historianin dhe studiuesin Auron Tare, që kam kënaqësinë ta kem në studio. Mirë se vjen. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit. Zoti Tare, keni patur një reagim të fortë që kanë gjallur pashtu diskutime në rrjetet tuaja sociale, debate, komente, mbi këtë vendim të qeverisë për financimin e një koncerti që fillimisht u njoftua se do të ishte privat, e më pas kishte nevojë edhe për ndërhyrjen e qeverisë me një fond të posaçëm. 4 milion euro për një koncert në argumentin që Shqipëria të mos turprohej në sytë e botës, dhe në fakt sot jemi zgjuar me një Shqipëri, me një kryeqytet europian siç është Tirana, vetëm fal këtij koncerti. E mendoni të tillë edhe ju, siç po trumbetohet paktën nga ana e Ramës edhe pjesa tjetër e qeverisë më pas? Shiko, mendojmë për te pjesës politike që ju sapo e thatë dhe mua nuk më intereson shumë. Mendoj që është një debat i dur dhe një debat i cili sjell në situatën në vëmendjen e publikut çështjet e kulturës, trashëgimisë kulturore, kulturën përgjithësi etj. Dhe nëse e keni lexuar atë që unë kam shkruar, unë thoja që Tirana ka shumë nevojë për evente të tilla. Dhe ju nuk jeni kundër. Absolutisht që evente të tilla do të bëhen edhe më shumë, sepse sjellin gjallëri, sjellin kulturë fundi fundit në qytet. Por aty fillon pastaj debati. Pra nëse qeveria shqiptare ka politika të caktuara që ta kthejë vendin apo Tiranën në një qendër të eventeve të tilla, shumë mirë. Pra atëre a mund të bëjmë një lloj politike apo një lloj investimi afatgjatë për këtë çështje. Pra, për shembull, krijon një stadium të caktuar, krijon një kalendar të caktuar, krijon fonde të caktuara për këtë koncept. Pra ti ke një linjë të caktuar, ke një objektiv të caktuar dhe ke një rrugë se si do të shkosh te kjo. Nëse krijon gjëra të tilla ku një biznes privat vjen në Tiranë apo në një vend tjetër dhe kërkon të bëjë një koncert, dhe shumë mirë bër, dhe pastaj shteti futet me para në një event privat për arsye jo të qarta, për arsye imazhi. Thjesht me idenë që shiko se nuk do të turprohemi ne etj, kur në fakt ishte pak si edhe për humor, po dhe stafi i zotërisë që këndoi, se për unë nuk kanë se e njoh si këngëtar, po stafi që kishte përgatitur çdo gjë, e kishte vënë Tiranën në Turqi dhe ishte pak si humoristike gjithë gjëja, sepse normalisht ata është një biznes privat, vinë, marrin paratë etj. Por shteti shqiptar, mendoj unë, ka prioritete në fushën e trashëgimisë kulturore shumë të rëndësishme se mbështetja e një aktiviteti privat spontan. Pra kjo është çështja. Nëse ne duam Tiranën ta kthejmë në një qendër të rëndësishme eventesh, atëherë duhet ndërtojmë politika të tilla. Nuk mund të krijojmë gjëra të tilla që sa herë dikush vjen dhe nuk ka sukses në biznes, duhet hyj shteti ta ndihmojë. Për arsye të cilat nuk janë shumë qarta, mendoj unë për publikun. Dakor, çështja e imazhit e ruajtëm në mendimin tuaj dhe pastaj do të futem konkretisht tek reagimi juaj dhe se si do të mund të ishte ndihmuar Shqipëria apo kultura apo arti me ato 4.2 milion euro. Çështja e imazhit, mendoj unë, shiko, ka, meqense ju futët në këtë pikë, ka një gjë. Impakti ekonomik në Tiranë, pra sa i fort ishte ky impakt, u tha nga qeveria që duhet të jetë diku te 100-120 milion euro. Besoj që çdo njeri që njeh turizmin e kupton që kjo është një shifër e egzageruar. Pse? Sepse shikohet numri udhëtimeve, numri njerëzve që kanë ardhur, ditëqëndrimi, shpenzime ditore, sa kanë konsumuar. Nuk besoj që kjo shifër
është reale, pra është një shifër e fryrë. Shifër është propagandistike. Megjithatë ja lëm njerëzve të cilët merren me lapsin dhe besoj që e kalkulojnë. Po, do ta kemi një llogari, besoj. Është një llogari e thjeshtë. Ndërkohë, për imazhin mendoj unë është një event kulturor me një personazh I cili për të vërtetës me aq sa lexova unë, se nuk e njihja. Është kontrovers, ka qëndrime të cilët bien në kundërshtim me shumë çështje politike, pra antisemizmi, si thua këto si thua elozhet ndaj nazizmit e tjerë, dhe mendoj të kalojnë përtej, si thua, vijës lejuar të shprehjes artistike të një artisti, pra hynë në territore shumë të rrezikshme, mendoj unë. Megjithatë, ata që kanë ftuar, ata që kanë miratuar, ndoshta e dinë më mirë se unë. Por për sa I përket impaktit ekonomik në turizëm, mendoj që shifra e dhënë ishte shumë jo reale. Megjithatë, mund të flasin dhe sot mediat ndërkombëtare, por nesër do të jetë një javë e re me zhvillime të reja. Çfarë la pas Kanye West? Problemi është ky. Po ta vini re, 41 ditë të gjitha mediat ndërkombëtare botërore, duke filluar nga Australia, në Argjentinë dhe në Alaska, flasin për protestat bulevard. Dhe ti ke gati për ditë, Reuters, New York Times, Bloomberg, të gjitha mediat botërore, biles, unë kam takuar këtu gazetar, të cilët vetëm në rast e lufte lëvizin nga New Yorku apo Londra. Pra gazetar të nivelit të jashtëzakonshëm, të nivelit shumë të rëndësishëm që kanë ardhur për të raportuar. Pra është parë një çështje jashtëzakonisht shumë e rëndësishme kjo që po ndodh këtu, një fenomen shumë I rëndësishëm. Dhe mendoj që gjithë kjo media dhe gjithë kjo vëmendje ndaj protestës e ka si thua lënë ardhjën e një këngëtari të tillë në hije, sepse mendoj unë Shqipëria tashmë është në lajmet kryesore botërore për protestat, jo për një artist, kushdo qoftë ai që ka ardhur. E kuptoj. Logjika që nisa të thoja ishte se Kanye West erdhi, pati një debat jashtëzakonshëm, por riku. Ideja mbeti te 4.2 milionë euro apo 4.3 milionë euro në varësi të kursit ditor. Na ketë lënë atë stadiumin me Lego që u krijua, sepse po të na ketë lënë atë të paktën. Ishte provizor, që edhe ai do të shmontohet. Po të na ketë lënë atë, do ishte të paktën një pagesë mbrapsht për 4 milionë euro që mori. Që të mund ta përdorim edhe për evente të tjera. Ishte shumë mirë. Ndonse për Zuckerën të paktën është zgjedhur Pallati I Kongreseve. 4.2 milionë euro ju keni renditur një sër punësh që mund të ishin bërë në Shqipëri, përsëri në ndihmë të artit, përsëri në ndihmë të kulturës. Problemi lind, thoni ju, kur arti shndërrohet në një çështje buxhetore. Çfarë do të mund të ishin bërë në Shqipëri me 4.2 milionë euro? Unë mendoj që çdo shqiptar është shumë I aftë të bëjë një listë të gjatë me çështjet që atë do ta preknin. Pra, mua, si thua, jam në fushën e trashëgimisë, turizmit, e kam bërë një listë aty te fusha ime. Por besoj që ju mund të bëni një listë shumë të mirë gazetari, dikush tjetër në miksi, dikush tjetër në arsim, etj. 4 milionë euro për Shqipëri nuk janë pak, mendoj unë. Për shembull, dje unë isha te liçeni, është një pistë atje që kanë bërë për vrap, për rinin, për të bërë atletik. Shkonin shikonin çfarë pistë është. E qarë, e shpartalluar, me dyrë me kangjella të vjetra, ajo tartani I prishur, është kryeqytet. Është kryeqytet. Pra nuk ka një pistë normale vrapimi. Pra atletik, kur unë jam rritur, baba im ka qenë atlet I famshëm në kohën e vet, jam rritur në pistat e atletikës, se ndiqja babai nga mbrapa dhe Tirana kishte një 4-5 pista të cilësisë balkanike, jo europiane, balkanike. Sot ne kemi shikonin vetë, aty mund ta shohin qytetarët çfarë tmerri është, ku bëjnë vrap, ata që duan të bëjnë profesionist, atlet profesionist. Pastaj flasim për fushat e basketbollit, që janë non-ekzistente, një fushë tenisi kemi vetëm duket dhe një të vogël te liçeni etj. Pra një shumë e tillë për 4.2 milionë euro mund të ishte investuar shumë mirë për të krijuar një hapësirë sportive për rinin në Tiranë. Jashtëzakonisht, e cila qëndronte dhe të përdorej për një kohë gjatë. Pastaj për trashëgiminë kulturore unë mund t'ju jap juve një listë pafund, ku ato 4.2 milionë euro mund të kishin ndryshuar fatin e
shumë qendrave tona të arkeologjisë, të trashëgimisë, mund të ishin ndërtuar për shembull sistemet e impjantit të ujit në rast rrezik zjarri ku qendrat tona arkeologjike digjen çdo vit. Finiqi, Klosi, Bylis, Albanopolis etj. Nuk e di, do na duhen një 2 orë emision. Shkolla restaurimi, thoni ju, ku studentët mund shkolla restaurimi, ku studentët mund të mësonin zanatin. Shkolla të artizanatit të këtyre suvenireve mund të hapen në Berat, mund të hapen në Gjirokastër, të cilat prodhojnë suvenire vendase dhe nuk shesin klera nga Turqia apo nga Kina. Mund të hapen kurse verore për guida. Mund të hapen, nuk e di, pafundësisht gjëra, unë kam renditur shumë pak aty, por mund të rendisja një sasi të madhe gjërash të cilat me 4.2 milion euro ne mund të investonim dhe ato të na riktheheshin ekonominë tonë lokale të turizmit dhe të trashëgimisë kulturore. Dhe do të mbeteshin më gjatë se sa kujtimi i këtij koncerti të një nate vere. Absolutisht po. Iku zotëria sot, vazhdoj në një turne në një qytet tjetër apo në një shtet tjetër, shpresoj që t'ja u di dhe emrat ku shkon. Nuk është faj ti, është faj stafit, por është faj dhe atyre që paguan 4.3 milion euro, që të paktën ta vendosin aty që Tirana është në Shqipëri, jo në Turqi, do ishte pak më dinjitoze. Po për te i kësaj, do më thënë, ne me ato para mund të kishim bërë shumë gjëra të ndryshme, që do na hynin në punë. Tani, nëse flasim për turpin e nëse flasim për imazh që e ruajtëm në sytë të huajve, ju përmendni edhe historinë e një miku tuaj, i cili ju kërkoi bilet për të birin. E gjeti, e siguroi, e shijoi koncertin, me çfarë mbresa shiku nga Tirana? Këtu në Tirana është akoma, i kishte pëlqyer koncerti për vërtetës, daliri 22 vjeç. I kishte pëlqyer koncerti, i pëlqeu shumë biles, më tha që organizimi ishte i dobët. Pra kishin probleme, nuk dini nga të hynin, nuk e di. Po çështje organizative, nuk besoj se është një problem i madh në atë gjë. Biletën unë e gjeta shumë kollaj. Nuk e gjeta falas, por më thanë që kishte shumë bileta falas të dhëna. Biles kishte është një deputete famshme nga Lusha, nga është e zonja, që shpëndante bileta në përfshatra, se kishte bërë një klip e pash diku. Pra kishte bileta pa problem. E ruajtëm imazhin edhe në këtë aspekt. Shpresoj, nuk e di, do unë s'kam qenë atje. Jo, ai djali ishte i kënaqur, i kishte pëlqyer koncerti, ai jeton në Amerikë, erdhi për Shqipërinë sigurisht, po edhe me këtë rast vajti. Edhe në koncert. Po, edhe në koncert dhe i kishte pëlqyer. Okej, një koncert që vjen në një periudhë se ne e thamë që të mos i futemi debateve politike dhe nuk dua ta bëj, por që vjen në kohë të një proteste. Politika është e rëndësishme, absolutisht. Aty rrjedhin të dyja zhvillime. Do me thënë përpos faktit që u bë çështje e përplasjes mes palëve politike, protesta dhe koncerti, ishte një lloj provokimi ky i gjetur nga ana e qeverisë për ta hequr sa do pak vëmendje nga ajo se çfarë po ndodh në shesh? Nuk e di, po shikoj, nëse më pyesni për protestën, disa herë kam folur edhe te juve, që protesta është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme, mendoj unë, për të ardhmen e Shqipërisë. Sepse qartësisht rinia është e velur dhe lemeritur nga klasa politike shqiptare, e cila i ka hedhur duar në fytyrë të vendi dhe nuk e lë të eci përpara në mënyrë normale. Prandaj unë mendoj, pavarësisht si do të shkojë fati i kësaj proteste, pavarësisht numrave apo jo, mendoj që Shqipëria është sot në një udhkryq të madh ku duhet urgjentisht të ndryshoj klasa politike e vendit, që vendi të kthehet në një normalitet. Po se thon pastaj ja i ku Berisha, ja i ku Rama, kush do vi? Nuk është kjo. Të vi një klasë e re politike. Ashtu si dikur, me respektin më të madh për zotin Gonxhe, i cili ka qenë student vet dhe ka qenë atje me zotin Alia në atë kohë, ashtu ka qenë dhe atëherë debati, ja iku shoku Ramiz, po kush do na vi? Erdhi Gonxha ministër apo jo? Normale, praktike zoti Gonxha sot, dhe vjen një dikush tjetër i ri, i cili sjell një koncept të ri në administrimin publik të vendit. Vendi, mendoj unë, ai sa e njoh, fushën time të paktën, është në një udhëkryq shumë të rrezikshëm për sa i përket mirëqenies, për sa i përket zbrazjes së zonave rurale, për sa i përket
mënyrës se si administrohet. Edhe ky koncerti, nëse mund ta rikthejmë në vëmendje, është një vazhd e koncerteve të pafund që bëhen në vendet, në qytetet për qark Shqipërisë, duke filluar nga Buk me Krip, Buk me Mjaltë, Byrek, Lakror, ku dëgjon këto si thua tallavat e koncerteve të sponsorizuara nga Ministria e Kulturës apo Ministria e Arsimit, të cilat nuk sillin absolutisht asgjë, por trullosin njerëzit. Trullosin njerëzit, krijojnë atë imazhin e një vendi i cili është në hare, është një vend i cili englediset, nxjerr ku dëgjon glikon përmet, nxjerr lakrora nga krau tjetër, pra është një imazh falso, kur ndërkohë vendi ka probleme shumë të rëndësishme, probleme me plerat, probleme me ndërtimet të cilat po i marrin frymën trashëgimisë kulturore, natyrës etj. Pra pafundësisht mund të rëndis këtu. Po vetëm ne i shohim këto zotitare, vetëm ne i shohim këto, vetëm ne jetojmë te kjo Tirana, në Fier, në Jal, Rama ishte vetë dje. Në qoftë se ju lëvizni dhe kaloni qafën e Llogora dhe zbrisni poshtë, do të shikoni një vend i cili nuk është më Shqipëri. Është një vend i cili nuk kuptohet më çfarë është, pa arkitekturë tradicionale, pa shpirt, pra fshatrat e jugut e kanë humbur shpirtin, nuk kanë më shpirt, janë të gjitha të konkuruara nga rezorte, betoni, mendoj unë, pa vlerë të shtuar të vendit. Dhe ka një gjë shumë interesante, doja ta përmendja në këtë intervistë. Unë shoh shpesh, është një politikan i cili ka krijuar Singaporin, jashtëzakonisht i rëndësishëm në spektrin botror, se si mori një zonë moçalore dhe e ktheu në një nga qendrat më të rëndësishme të biznesit në Azi. Dhe ai ka mjaft filozofi në mënyrën e qeverisjes. Dhe thoshte diçka shumë interesante. Unë thoshte investova shumë në bërjen e qytetarëve shareholders të shtetit. Pra, si thua, të gjithë qytetarët e Singaporit morën nga një apartament apo morën nga një shtëpi. Se nesër fundit, nëse, dhe mund ta rikthej në kontekstin shqiptar, nëse vendi kërcënohet nga një fuqi e huaj apo në një, siç na sulmojnë zakonisht iranianët, rusët, grekët etj. Nëse vendi kërcënohet, rinia shqiptare këdo mbroj, rezortet e jugut nuk janë pjesë e këtij vendi. Këdo mbrojnë. Ku do shkojnë luftojnë? Për rezortet poshtë nuk janë pjesë e vendit. Pra ne nuk po i bëjmë shqiptarët pjesë të vendit. Ne po i bëjmë shqiptarët ikin. Po ku do janë në Shqipëri? Ky është rezorteve. Po ta shikoni nga Velipoja deri në Butrin, 20 duar janë që po bëjnë rezorte. 20 duar, kur ndërkohë dhe filozofia e turizmit duhet të ishte zhvilluar jashtëzakonisht shumë ndryshe. Pra, ky debat që sot kryeministri i vendit bën që shikoj se ne duhet të bëjmë një turizëm ndryshe, duhet ishte bërë para 15 vjetëve, kur filloi puna e qeverisë, konceptimi i penetrimit të turizmit në zonat rurale, fuqizimi i zonave rurale, e cila i jep vendit edhe autenticitet, i jep vendit dhe arsyen që pse fshatari të rri atje, të bëjë një bujtim, dhe jo detyrimisht një bujtim, po të bëjë edhe një ekonomi turistike rurale, e cila ndihmon këto bujtina. Marrin për shkakun se po kalojmë nga dega në deg, por shumë e rëndësishme. Thethin, para një viti doli ministra e turizmit dhe tha Thethi është një histori suksesi, se kemi bërë 3000 krevate, që është çmenduri. Dhe mbas 8 muajsh vajti dhe u prish e gjitha ajo mrekullia e madhe. Edhe një prej deputetëve socialiste. Pra, i konfuzuam njerëzit dhe gjitha ajo energji e madhe që kanë shqiptarët, që duan të bëjnë diçka, nuk kanalizohet në planifikime të qarta se çfarë do të bëjnë. Pra sot, nëse ne themi do bëjmë rezorte të rëndësishme, mendoj unë, është një koncept i gabuar. Ne nuk jemi Turqia që ka një vijë bregdetare pafund. Ne 400 ca kilometra kemi. Nëse ne bëjmë 20-30 rezorte të mëdha, ne bllokuam gjithë vijën bregdetare. Ne s'kemi më hapësirë edhe për brezat që do vinë. Por, rezortet janë filozofi e gabuar sot në turizmin botror. Sot investohet në zonat rurale, me ekonomi të vogla turistike. Shikoni për shembull konceptin modern të Italisë, albergo diffusi që quhen. Pra, merren fshatra të vogla, edhe të braktisura,
Dhe çdo shpik kthehet në njësi akomoduese. Dhe ti jeton në një fshat mesjetar, historik, që e ka të gjithë shpirtin brenda. Nuk shkon jeton në një ku dëgjon betoni aty poshtë në. Por në Itali nuk ka hetime për review negative pastaj për këto njësi akomoduese. Si e keni parë, zotare, këtë debat të ditëve të fundit? Do të thënë, në mes të kësaj histerie debati për para, mes protestës edhe koncertit, nis policia një hetim për 10.000 llogari false, duke ka filluar të shpërndajë edhe emra me identifikim të qartë të disa prej tyre, ndaj vlerësimeve negative për shërbimet e marra në njësi akomoduese, bare, restorante, etj. etj. Unë do t'ju përgjigjesha shumë thjesht, kam shkruar diçka dje në një si thua impresion personal me ish ambasadoren e dikushme amerikane këtu, që për mua ka qenë ambasadore më e kulturore dhe më e mirë që ka ardhur në Shqipëri, Marcy Rice, e cila kur vinte në Butrind, shkonte gjithmonë në një hotel modest. Edhe unë e pyeta pse nuk qëndronte hoteli kryesor ku gjithë politika shqiptare rinte, sepse është në listën negative të ambasadës dhe ne nuk shkojmë. Me thjesht fare. Dhe mendoj unë nuk ka nevojë për review, por çdo qytetar i cili beson se një biznesi i caktuar shfrytëzon të mitur, shet prodhime të rrezikshme apo ka lidhje me krimin organizuar, nuk e pse i merr shërbime, nuk e pse i blen gjërat, nuk e pse e përdor atë njësi akomoduese për shembull. Qytetari i largohet me elegancën më të mirë të mundshme dhe nuk merr më shërbime të këtyre biznesive. Shumë e thjeshtë, nuk ka nevojë të bësh. Po ka edhe abuzime në mendimin tuaj, se për shembull Rama ka përmendur dhe ka veçuar Kalana Rozafës. Për dëmet që ka, për infrastrukturën, për ndërhyrjet që do duhet të ishin bërë. Këto kanë qenë një pjesë e komenteve. Se po në shumë tema. E para, një Kalana Rozafës nuk do të përdoret për evente politike, sepse është trashëgimi kulturore. Pra, kur kryeministri shkon dhe bën evente politike brenda në një Apolloni për shembull, apo mendoj që është një sinjal i gabuar, mendoj unë. Ndoshta mund ta kem gabim. E dyta, te Rozafa për të vërtetës po shkova atje, unë shkoj her pas here me grupe turistike. Aty ka si një që e njeh fushën e turizmit. Ska për shembull vjen një grup, nuk ka një Ciceron. Që t'i orientoj. T'i japi dhe shërbimin kulturor të objektit. Pra çfarë është kjo gjëja? Shikoni tualetet publike, për shembull, çfarë kushtesh janë. Dhe njerë vjet më duket, në mos gaboj apo para 2 vjetë, që një flamur nga ato kinezët me atë gjuhën e gjatë varur atje për shembull. Këto janë gjëra, do thoni juve të thjeshta, janë gjëra simbolike. Kur ti varë një flamur atje që s'është flamuriot, për shembull, që është arake. Kështu që këto review-t unë nuk e kam parë. Mund të ketë abuzime, por ka edhe të huajt i japin rëndësi. Të huajt i japin shumë. Absolutisht, prandaj është krijuar koncepti i review-ve. Patjetër. Tani, qofse këto bën në mënyrë, nuk e di, për arsye të ndryshme, nuk mund ta them dot se nuk e kam ndjekur si çështje. Por këshilla ime do ishte kjo, qofse konsumatori ka këtë problem, largohet fare shërbimit. E kuptoj. Edhe një mesazh të fundit, nëse keni për protesta, nuk e di, nëse jeni bashkuar, por frymën besoj e keni parë, e keni ndjerë. Unë kam qenë ditën e dytë për kuriozitet, dhe pastaj që nga ditë e tretë kam shkuar sepse, du të thënë diçka. Unë kam vite edhe në televizorin tuaj që kam dalë dhe kam debatuar, denoncuar, etj, shkatrimet që po i ndodhin parkut kombëtar të Butrindit, ku unë kam kaluar pjesën më të madhe të rinis time, ku kemi krijuar bashkë me zotin Rama dhe zotin Gonxhe, kemi krijuar modelin më të mirë në Ballkan të administrimit të peizazheve të mbrojtura, se që ishte parku kombëtar i Butrindit, i cili u bë dhe pasuri botërore UNESCO-s, u bë dhe Ramsar, etj. Dhe tashmë me këtë Albanian Files, tashmë e kuptoj çfarë është bërë, Butrindi para 4 vjetësh ju dha qyteti antik në administrim një fondi që quhet Shqiptaro-Amerikana ADF, në një mënyrë pa precedent në botë. Pra asnjë shtet normal, edhe jo normal, edhe në Afrikë nuk ka ndodhur, që i hiqet kombit dhe popullit qendra pasuria botërore UNESCO-s dhe jepet një fondi privat, dhe nën flamurin amerikan tashmë po lejohet
ndërtimi brenda zonave të mbrojtura, siç është Parku Kombëtar i Butrintit. Dhe unë e kam denoncuar me kohë dhe fakti që kjo protesta atje ka në thelb edhe këtë çështje, pra zonat e mbrojtura, zonat me mjedisi etj. Unë jam dhe do të jem mbështetës nga më të zëshmit në këtë protestë, sepse është çështje e drejtë. Pra nuk ka të bëj me ndonjë hatërmbetje, apo unë kam 7 vjet që jam larguar nga administrata, s'kam absolutisht asnjë lloj hatërmbetje ose qefi, s'kam fare. Apo dëshirë për përfitim, se kjo është një nga pyetjet? S'ka fare, sepse çfarë përfitimi mund të kem unë. Se dëgjoj në herë se më shkruan dikush orë të ka ngel atri për një gjë. Fare. Mendoj që ruajtja e këtyre qëndrave të rëndësishme të trashëgimisë, kulturës tonë, identitetit kombëtar etj. Është thelbi i Shqipërisë. Qofse ti dëmton Parkun e Butrintit dhe e kthen në një kop zoologjik me beton, dhe nëse ti dëmton Karavastan, nëse ti dëmton Langaricën, nëse ti dëmton vende të tjera me rëndësi të madhe për identitetin e peizazheve tona, trashëgimisë etj. Ky është thelbi i Shqipërisë. Ti po dëmton Shqipërinë. Çfarë na mbetet, po? Çfarë mbetet? Pra, Shqipëria do të tjetërsohet ashtu siç është tjetërsuar edhe një pjesë e mirë e Tiranës, është tjetërsuar. Për mirë apo për keq, pastaj e diskutojmë, është me emision tjetër. Por nëse ne do vazhdojmë këtë lloj ritmi, sidomos me ato që ne pam tashmë tek këto Albanian Files, planifikimet e kryera, do mbasim identitetin. Pa konsult me publikun, pa konsultuar, pa marrë, shiko, të jap një rast, më falni që keni 2 minuta. Debati i madh që u bë për Butrintin, mund t'ja u them. Këtu është koncepti i Butrintit është bërë pa prezencën e asnjë shqiptari. Zero. Edhe kjo impakti mjedisor dhe impakti i popullatës lokale është bërë me të huaj. Si për asnjë shqiptar nuk është marrë me çështjen e Butrintit. Ora pse Butrinti duhet të hiqet popullit shqiptar dhe të jepet një fondi amerikan? Për çfarë arsye? Një pyetje shumë e thjeshtë. Nuk i jep një përgjigje. Si për një përgjigje? Shikoni çfarë ndodhi tani me biles ju rekomandoj të bëni një emision për Muzeumin e Durrësit. 3.8 milion euro ka dhënë BE për Durrësin. Mbetet i mbyllur. Jo, është i hapur. Po shikoni. Ajo që duhej bëhet dhe ajo që është bërë ka një disproporcion të jashtëzakonshëm. Dhe jo vetëm ajo, po janë dhe transformuar, si thua, shumë material arkeologjik në informacionin që duhet kishin apo kanë pasur, janë transformuar një dhe shumë gjëra fare nuk janë bërë. Dhe nuk kërkon një llogari, por ku kanë shkuar këto 3.8 milion euro? Se shkoi dhe ambasadori BE-s që hapi atje dhe mungojnë shumë komponentë të rëndësishëm të projektit prej 3.8 milion euro. Dhe fundit fare që mos zgjas, shkoni juve, shkoni mbyllës, ku BE-ja ka dhënë 6.2 milion euro për mbyllësin. Nuk ka një pemë. Një. Për shumë, po të kishin ngul një pemë, e do thoshim kjo pema kushton 6 milion euro, do të bënim në një muzeum rreth e qark. Nuk ka absolutisht asgjë. 6.2 milion euro në qytetin antik të Bylisit. Dhe profesor Ceka, 82 vjeç, shkon atje gërmon me lekë të veta. Se si jep një lek për të gërmuar. Që është njeriu që ka gërmuar Bylisin. E kupton pra këto çështje, siç ka mund, si thua, rebelim të brendshëm për këtë çështje, kanë shumë të tjerë që dalin në protest për çështjet për secili për çështjet e tyre. Kështu që nuk është çështja vetëm te 4.2 milion euro, por janë këto 6 milion Bashkimit Evropian, 3.8 milion të Durrësit. Po, imagjino të tjerat pastaj. Shumë faleminderit, ishte shumë kënaqësi biseda me ju. Edhe unë kënaqësi.